Nis gjykimi për ish numrin 2 të qeverisë Arben Ahmetaj në akuzë për shpërdorim detyre me dosjen Buka, por që nga korriku i 2023-shit, ish zvendas kryeministri është arratisur nga vendi. Tani më ai është lokalizuar. Në seancën e parë, gjykata e posaçme lexoi shkresën e zyrës së Interpolit se Arben Ahmetaj ndodhet në Zvicër, vend nga ku kërkohet edhe ekstradimi i tij. Kjo është hera e parë që Ministria e Drejtësisë zyrtarizon kërkesën për rikthimin e ish numrit 2 të qeverisë në atë dhe. Prokurori i posaçëm Elvin Gokaj tha se Ahmetaj ka shpërdoruar detyrën me privatizimin e shoqërisë Buka SHA. Përmes këtij veprimi, Arben Ahmetaj lejoi që te prona e një familjeje të ndërtohet një kompleks pallatesh. Për këtë dosje, prokurori kërkon që të pyeten 14 dëshmitar. Ndërkohë, gjatë hetimit, SPA ka rënë në kontakt me një shumë të madhe parash prej 3 milion eurosh, të cilat janë transferuar nga Shqipëria në Austri. Transferues është Lirim Fezollari, personi që përfitoi nga privatizimi i trojeve, ku dikur ishte ndërtuar fabrika e bukës, e koha, sipas prokurorit, përkon me të njëjtin moment të privatizimit. Organi i akuzës ka dyshime se në fakt, përfituesi final i kësaj shume ishte Arben Ahmetaj, ndaj për këtë çështje ka çelur një tjetër procedim penal për korrupsion dhe pastrim parash. Hetimet për ish numrin 2 të qeverisë për këtë vepër penale kanë filluar pas kallëzimit të bërë nga familja Myderizi në vitin 2018, e cila është dëmtuar në këtë proces si trashëgimtare e pronës së paluajtshme. Aktualisht ish zvendas kryeministri Arben Ahmetaj është në kërkim ndërkombëtar për 3 vepra penale: korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie me inceneratorin e Elbasanit.